Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Ndonse ishte parapar që sot të fillonte votimi me post për rreth 58.000 votuesit jashtë Kosovës, ky proces nuk nisi. Zëvendësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha se mosnisja e këtij procesi ndodhi për shkak se zgjedhjet e parakohshme parlamentare po organizohen në periudhë të shkurtër kohore. Sipas tij, KQZ-ja është duke bërë gjitha përgatitjet për dërgim të pakove të flet votimeve në adresat e votuesve jashtë vendit në fillim të javës së ardhshme, kur edhe nis procesi i votimit me post. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke bërë përgatitje të intensive që në një kohë sa më të shpejtë do të filloj votimin me post për shtetasit e Kosovës që janë regjistruar nga jashtë Kosovës dhe kanë përzgjedhur këtë mënyrë votimi. Në Sloveni janë shtypur flet votimet që i takojnë do thotë votimit përmes postës dhe ato janë sjellur në Kosovë pra gjatë ditës së sotme e premte dhe në këto momente shërbimi votues i KQZ-s është duke përgatitur pakot e veçanta për secilin votues të regjistruar, të cilat këto pakot do t'i dërgoj në adresë të këtyre votuesve të regjistruar përmes kontraktorit. Duke pasur parasysh do thotë që ky është një proces zgjedhor i parakohshëm dhe që organizohet në afate të shkurtra kohore, ka qenë e vështirë që fillimi i procesit do thotë të mundësohet gjatë ditës sotme, ashtu siç është planifikuar nga ana e KQZ-s, por përgatitjet janë duke u bërë që dërgimi i pakove me fletvotime të bëhet në fillim të javës së ardhshme, por gjatë ditës së hënë dhe pastaj shtetasit e Kosovës që janë regjistruar për të votuar përmes postës, në momentin pasi t'i pranojnë këto pako, do të mund të fillojnë procesin e votimit. Ka një shifër sa qytetarë janë regjistruar për me post dhe sa për fizikisht, apo është shifra e përgjithshme prej 77.000 tutje? Nga numri i përgjithshëm i shtetasve të Kosovës që janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës, pjesa më e madhe e tyre kanë përzgjedhur mënyrën e votimit pra përmes postës për të dërguar pakon me fletvotim në ndonjëherë nga adresat e kutive postare të KQZ-s që hapen në 22 shtete të ndryshme të botës si dhe në kutim postare të KQZ-s në Kosovë. Pra nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar që është më shumë se 77.000, rreth 58.000 prej tyre kanë përzgjedhur mënyrën e votimit që të votojnë përmes postës. Ndërkaq numri i qytetarëve që janë regjistruar për të votuar në përfaqësi diplomatike është më shumë se 20.000 dhe këta votues pra që kanë përzgjedhur përfaqësinë diplomatike që të votojnë, duhet të presin sigurisht datën 27 dhjetor, kur edhe parashihet me ligj që qendrat e votimit në këto përfaqësi të hapen dhe të presin këta votues. Do t'i shkaktoj problem kjo vonesa e votimit me post mërkimtarëve? Kanë qenë të njoftuar? Periudha e votimit përmes postës është një nga periudat më të gjata kohore, pra kur qytetarët mund të shprehin vullnetin e tyre. Natyrisht se koha ideale do të thotë të cilën e kishte llogaritur KQZ ka qenë që procesi i votimit të fillojë qysh nga data 12 dhjetor dhe ligji parasheh që kjo periudhë duhet të përfundojë një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë, pra me datë 27 dhjetor. Janë disa ditë në dispozicion të votuesve jashtë Kosovës pra për të votuar përmes postës dhe me qëllim të lehtësimit të këtij procesi të votimit, KQZ, siç e përmenda, ka hapur adresat, ka hapur 22 kuti postare në shtete të ndryshme të botës në mënyrë që dërgimi i pakos me fletvotim të jetë më i lehtë, sepse ta zëm votuesit që janë në Gjermani, në Zvicër apo në Itali, pakun e tyre me fletvotim nuk ka nevojë që ta dërgojnë në Kosovë, por mund ta dërgojnë në kutim postare që KQZ ka hapur në këto shtete respektive. Besojmë që ditët të cilat do t'i kenë në dispozicion për të dërguar pakon me fletvotim do të jenë të mjaftueshme që kjo të bëhet në kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit.
Në bazë të ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, ligjvënësve kosovar u takon të marrin pagë kalimtare për 12 muaj pasi ta kryejnë mandatin, me kusht që nuk kanë të hyra tjera gjatë kësaj kohe. Një gjë të tillë pas shpërndarjes së legislaturës së nëntë kanë shfrytzuar 67 deputet, anipse të njëjtit sipas shoqërisë civile nuk e kanë kryer asnjë punë gjatë kësaj periudhe. Privilegje të tilla nga monitorues të punës së kuvendit po konsiderohen si të tepërta, derisa kërkojnë që të njëjtat të largohen dhe ligji të ndryshohet. Në bazë të përgjigjes së Kuvendit të Kosovës del në pa se 27 deputet të koalicionit Lëvizja Vetëvendosje, Guxo dhe Alternativa kanë aplikuar për pagën kalimtare, nga gjithsej 48 deputet që ka pasur ky koalicion. Në Partinë Demokratike të Kosovës kanë aplikuar 14 deputet për pagë kalimtare, nga gjithsej 24 deputet, kurse 12 ish deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë aplikuar për pagë kalimtare, nga gjithsej 20 sa ka pasur. Në AK kanë aplikuar 4 deputet për pagë kalimtare, nga 5 sosh sa kanë qenë, ndërkaq në nisma socialdemokrate vetëm deputetja Arbëresha Krasniqi. Nga komunitetet jo serbe kanë aplikuar 7 deputet, kurse nga radhët e komunitetit serb ka aplikuar për pagë kalimtare vetëm një deputet nga legjislatura e kaluar. Nga Lëvizja Vetëvendosje për pagën kalimtare kanë aplikuar këta deputet të legjislaturës së kaluar: Glaukë Njufca, Ilir Kërçeli, Adriana Matoshi, Arbër Rexhaj, Arbëresha Kryeziu Hyseni, Arjeta Rexhepi, Arjeta Feza, Armend Muja, Artana Brashi, Adelina Grainca, Avni Dehari, Bajram Mavriqi, Drita Pajaziti, Driton Hyseni, Fatmire Kolçaku, Fitim Haziri, Fitore Pacolli, Fjolla Ujkani, Jeta Statovci, Labinot Demi Murtezi, Mefail Bajqinovci, Mimoza Kusari Lila, Nezir Kraki, Salih Zyba, Saranda Bogujevci, Shqipe Mehmeti Selimi, Valon Hoti dhe Valon Ramadani. Në anën tjetër, nga Partia Demokratike e Kosovës për pagë kalimtare kanë aplikuar ish deputetët Abelar Tahiri, Altin Krasniqi, Arbënore Salihu, Ariana Musliu Shoshi, Artan Behrami, Eliza Hoxha, Elmire Qica, Ganimete Musliu, Kosovare Murseli, Memli Krasniqi, Najt Hasani, Rashid Qalaj, Rahman Rama dhe Sala Jashari. Edhe ish deputet të Lidhjes Demokratike kanë aplikuar për pagë kalimtare: Alban Zogaj, Arben Gashi, Arjeta Abazi, Armend Zemaj, Besjan Mustafa, Doarsa Kica Gjelili, Hykmete Bajrami, Hysen Qekaj, Jehona Lushaku Sadriu, Krenar Gjaferi, Lutfi Haziri dhe Paris Guri. Te Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, këta ish deputet kanë aplikuar për pagën kalimtare: Beg Berisha, Time Kadriaj, Lahi Brahimaj dhe Daud Haradinaj, ndërsa nuk ka aplikuar ish deputeti njëherësh kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Për pagën kalimtare kanë aplikuar edhe deputetët nga komunitetet jo serbe, të cilët janë Adem Hoxha, Albert Kinolli, Artan Aslani, Duda Balje, Fidan Jilta, Rasim Demiri dhe Veton Berisha. Kurse nga komuniteti serb ka aplikuar vetëm ish deputeti Branislav Nikolić. Pas shpërndarjes së legjislaturës së nëntë, i vetmi organ që e ruan vijimsinë e punës së Kuvendit deri në konstituimin e legjislaturës së re është Kryesia e Kuvendit. Ambasadori i karrierës Albert Prenkaj, duke komentuar reagimin e fundit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, e cila ka kërkuar nga qeveria në detyrë që të ndërmarrë hapa konkret për uljen e tensioneve në mënyrë që të rikthehet dialogu strategjik SBA-Kosovë, tha se këto janë mesazhe serioze që tregojnë pakënaqësinë me qasjen jo bashkëpunuese të Albin Kurtit. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, Prenkaj tha se qytetarët e Kosovës duhet t'i kuptojnë mesazhet e qarta të SBA-s, e cila po kërkon një qeveri jo konfliktuoze. Ambasador, kem një reagim nga ambasada e SBA-s, e cila kërkon hapa konkret nga qeveria në detyrë për uljen e tensioneve, si
mekanizëm për rikthimin e procesit të dialogut të planifikuar strategjik SHBA-Kosovë. Si e vlerësoni këtë reagim fillimisht dhe çka konkretisht po kërkon SHBA? Po në vazhdën e komunikimeve tashme publike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kosovën, me institucionet e Kosovës dhe në rastin konkret me grupin i cili rrin në mbajtje të qeverisjes të pushtetit në Kosovë, ka të bëj me kërkesën për ulje të tensioneve. Pra, zoti Kurti dhe grupi i tij mbajnë lartë kundër përgjigjet ndaj qasjes shoveniste të Serbisë, pra me të njëjtën masë. Në rastin konkret, kemi veprimet e eksponentëve të vetëvendosjes në Komisionin Qendror Zgjedhor, të cilët insistojnë në mos certifikimin e listës sërbe, pra përfaqësuesve të vetëm kanë fituar shumicën nga komuniteti sërb, që të mos marrin pjesë edhe në këto zgjedhje. Pra, e pam herën e parë pra mos certifikimin nga KQZ-ja, veprimet të PZA-PS dhe Gjykatës Supreme, dhe ta shkojnë në mënyrë individuale, po të njëjtën gjë. Pra, reagimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të ambasadave tjera dhe kancelarive tjera, pra siç është Gjermania, Franca e të tjera, janë në të njëjtin drejtim, pra kërkojnë që të mos preket kushtetutshmëria e Kosovës, të mos preket bazamenti apo themeli i shtetit të Kosovës, të cilën janë në mënyrë permanente me insistim dhe me kokëforci duke e cënuar vetëvendosja e udhëhequr nga Albin Kurti. Ndërkohë, zoti Kurti thotë që raportet janë të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas tij ka disa zyrtarë amerikanë që nuk kanë pajtueshmëri me veprimet e tij në qeveri, megjithatë i vlerëson se janë normale në një bashkëpunim apo marrëdhënie midis dy shteteve. Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe shtetet tjera, janë mësuar dhe ne, publiku i Kosovës, jemi mësuar me eufemizmat e zotit Kurti dhe të idhëtarëve të tij. Është momenti i fundit që publiku i Kosovës ta kuptoj mesazhet të cilat vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat vinë në mënyrë kohë paskoshme, por të rregullt, pra si nga Departamenti i Shtetit, i cili përmend vija të kuqe me emrin dhe mbiemrin caktuar që është Albin Kurti, me Komitetin për Politikë të Jashtme, i cili pohon çështje problematike që e kanë me zotin Kurti, dhe tash reagimi i fundit i ambasadës, i cili kërkon deeskalim, bashkëpunim, në mënyrë që të rikthehet dialogu strategjik. Vdes edhe një grua që ishte lënduar rënd në aksidentin me fatalitet që ndodhi sot në autostradën Ibrahim Rugova, ku nuk ka mundur të mbjetoj dhe ka humbur jetën rrugës për qendrën klinike universitare të Kosovës. Fillimisht viktima ishte dërguar në spitalin e Prizrenit, po për shkak të gjendjes rënd, autoritetet vendosën të transferohet në Prishtinë. Fatkeqësisht, në klinikën emergjente të QKUK-s, gruaja është pranuar pa shenja jete. Këtë e ka konfirmuar drejtori i emergjencës në QKUK, Naser Sylla. Është sjell nga spitali i Prizrenit, qendrën emergjente pa shenja jete, tha ai. Ky aksident ndodhi midis një kamioni dhe një veture me targat huaja, në të cilën mbetën të vdekura 2 gra. Punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës kanë dalë sot në protestë paqësore para zyrave qendrore të korporatës në Prishtinë për të shprehur pakënaqësitë lidhur me kushtet e punës dhe trajtimin e tyre financiar. Me pankarta në duar dhe thirrje të qarta, ata kërkuan që rrezikshmëria në vendin e punës të njihet edhe të paguhet. Punëtorët i bëjnë thirrje menaxhmentit të Kekut që të ndërmarrë hapa urgjent për përmirësimin e kushteve të punës dhe respektimin e plot të kontratave kolektive dhe ligjeve të punës. Kryetari i sindikatës re të Kekut, Nexhat Lumnica, në emër të punëtorëve ka kërkuar dhe pagën e 13 për të cilën tha se askush më shumë se ata nuk e meritojnë. Kush më shumë se na meriton pagën e 13?
derisa kërkesa për ngritje të pagave është e kahmatshme. Paga nuk është ngrit. Në gjithë sektorin publik e kemi pa një rritje të pagës edhe në korrekt, por jo edhe për punëtorët e Kekut. Thanë që kësaj radhe nuk po mundmi, po javjapëm një bonus. E pranuam, por u dakorduam që në fund vetë të ndodhë kjo. Në fund vetë nuk po ndodhë asgjë. Deri mbrëm kemi negociuar dhe jemi takuar me bordin dhe menaxhmentin e Kekut. Nuk afruan asgjë. Arsyeja është e thjeshtë. Keq planifikimi i tyne, performanca e dobt e tyne, nuk është faj i këtyre punëtorëve që sot e shpreh pakratësi këto. Kështu që për këta ne kërkojmë nivelizim të pagas krahas të gjithë punëtorëve të Kekut. Ne sot jemi këto, duke dëgjuar premtime për gjithë sektorin publik, që paguhen nga taksa paguesit e Kosovës, që paguhen nga djersa jonë, që marrin pagën e 13. E mos t'i jap punëtorit Kekut pagën e 13, është ma shumë se e turpshme. Është shtyer seanca e fjalës hyrëse për të akuzuarit për keq përdorim të detyrës zyrtare të ish kryeshefit të Kekut Nagib Krasniqi dhe avokatit Isuf Zejna. Gjykatësi i rastit Rahman Beqiri ka bërë të ditur se mbrojtësi Krasniqit avokati Ibrahim Aga ka njoftuar gjykatën përmes emailit se nuk mund të marrë pjesë në seancë për arsye familjare. Krasniqi së bashku me Zejnën dhe Ymer Dragushën akuzojnë për keq përdorim të detyrës zyrtare, duke i shkaktuar dëm buxhetit të shtetit prej rreth 37 milion euro. Numri i ankesave që janë deponuar në organin shqyrtues të prokurimit në raport me aktivitetet që janë inicuar ka rritje ndër vite. Vetëm deri më 11 dhjetor të këtij viti, në këtë institucion janë deponuar mbi 1160 ankesa. Ndërsa përbërja e paplotësuar e bordit OSHP-s, si dhe numri i vogël i ekspertëve konsiderohen si problematika për organin shqyrtues të prokurimit. Hulumtuesi në iniciativa për progres, Arbër Kabashi, tha se organi shqyrtues i prokurimit një në 7 aktivitetet prokurimit të iniciuara gjatë vitit 2025 se kanë përfunduar me ankimim. Ushtruesi detyrës drejtorit të organit shqyrtues të prokurimit Isa Hasani vlerëson se vonesat në vendimmarrje janë problem i rëndë me cilat po ballafaqohet ky organ. 11 dhjetor pra të këtij viti, pra deri dje, pranë këtij institucioni janë deponuar gjithsej 1164 ankesa. Pra shikuar pra ndër vite, numri i ankesave të cilat po deponohen pranë këtij institucioni po shkon pra vetëm duke u rritur. Po ne sa i përket krahasimit të ankesave ndër vite, ne i kemi analizuar në raport me inicimet e aktiviteteve që janë bërë nga të gjitha institucionet për të parë se a ka rritje të numrit të ankesave apo ka zvogëlim të numrit të ankesave. Është fakt se një problem, me thonë, jashtëzakonisht i rëndë që nuk po mujmë ta zgjidhmë që po përsëritet në vazhdimsi, siç u tha, është çështja e vonesave në vendimmarrje. Ky është problemi kryesor i OSHP-s. Dhe besoni që edhe ne kemi përshtypjen që kjo mos vendimmarrje në afate ligjore që janë përcaktuar me ligj 34 ditor plus 20 ditë për raste të veçanta, ndikon pak a shumë në integritetin e prokurimit të procesit si tërësi. Jena në ata kufit maksimali, dhe më thonë, s'mund të bëjmë ma shumë. E përmendje dhe Albulin dhe Arbri që është problemit të çështja e numrit të vogël të anëtarëve të bordit. 5 janë me ligj, 4 janë në vazhdimsi që punojnë. Kur u bë ky ligj i prokurimit publik, 450 ankesa i ka pasur SHP-ja. 450 ankesa. Sot i ka 1290.
Para mendoni sa u rrit numri ankesave, nuk ka ndryshu kur gjëna në përbërjen e anëtarëve të bordit. Edhe zgjidhja është vetëm rritja e numrit të bordit. Unë si jo shëpës, zgjidhjen e shoh këtij problemi vetëm me rritjen e numrit të anëtarëve të bordit. Kjo do të thonë kish më qenë çelësi i parë. Kjo kërkon edhe çështja e arbrit, kërkon edhe ndryshime ligjore. Nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.